Madje qarkullon dhe si Reels në Instagram, besoj edhe në TikTok, nuk e di që është bëhet në TikTok. Deri kur të mbyllet? Deri kur të mbyllet, se me sa pash nuk unë s'kam TikTok, me sa pash nuk është mbyllur ende. Qarkullon një video ku Erbil Lykbashi, Sali Berisha prap, e figurat tjera të Partisë Demokratike thonë është radha jonë, është radha jonë, është radha jonë. Pra ishte një moment kur ky slogan është radha jonë, është shqipruar vazhdimisht e vazhdimisht. Mendoni se duke vënë shishen të radha qumshtit dhe duke thënë është radha jonë do fitoni, apo thjesht dua një koment për këtë slogan. Besoj e keni dëgjuar dhe juve. Ajo ka qenë një shprehje, besoj zotit Berisha, që është bërë virale dhe nuk besoj që është slogan i Partisë Demokratike. Ka qenë një shprehje... Unë uroj me shpirt mos jetë. Ka qenë një shprehje që është përdorur, sepse kjo endre nuk është një gjë që vjen me radhë. Ashtu se nuk është një gjë që vjen me radhë shkuarja përpara drejtësisë që pyesin kush e ka radhën, edhe kjo gjëja do fitohet. Zoti Basha në 2021 priti radhën, dhe nëse zoti Berisha po pret dhe i radhën, tani, kjo gjëja... Ta kalojmë këtë gjë, sepse kjo ishte vetëm sa për t'ju ngacmuar. Po s'më ngacmon fare, ti do më lesh ta përfundoj logjikën për këtë. Atëherë t'ju shtoj një ndihmë dhe më mbaroni logjikën. Nuk më jep fare ndihmë, ta përfundoj. Pikërisht. Atëherë, Partia Demokratike do të fitoj së pari me programin, së dyti me alternativën dhe së treti me ekipin që i vendos përpara qytetarëve shqiptar. Nuk është çështje radhe kjo. Sigurisht që radha për të ndryshuar pushteti ka kaluar me kohë. Por Partia Demokratike do fitoj me alternativën e vetë. Dhe ne në këto vite bolle kemi treguar që qeverisja socialiste, se ndoshta përdora fjalën degradim disa herë sot, po që qeverisja socialiste sot e ka përfunduar kohën e saj. Po ne sot kemi kohën që t'i tregojmë shqiptarëve se si do e bëjmë ne ndryshe dhe si do e bëjmë ne më mirë. Dhe besoj që qytetarët shqiptarë do vlerësojnë alternativën. Do vlerësojnë alternativën dhe unë prandaj kam folur dhe flasë për ekonominë. Prandaj drejtohem njerëzve dhe i flasë se çfarë duhet bëjmë për produktet shqiptare, se çfarë duhet bëjmë për sistemin e taksave e me radhë. Njerëzit duhet na dëgjojnë ne në alternativën tonë. Dhe unë mendoj që ky është çelësi fitores. Meqense morëm shembull zotin Trump në Amerikë dhe ta vazhdoj me shembujt e Amerikës. Atje njerëzit llogaritën në fund të ditës ishin më mirë apo më keq. Paguanin çmime më të larta apo më të ulta, kishin më shumë para apo më pak para në xhep. Dhe pikërisht kjo do të jetë edhe arsyeja pse do votojnë qytetarët shqiptar. Kemi bërë takime pafund me diasporën, se po më shqetëson fakti që s'po flet fare tani. Kemi bërë takime pafund me diasporën. Po jam në pjesën që ju duhet flisni, po doni unë... Jo, ishte në kuadrin e shakas. Takime pafund me diasporën. Dhe kur i thua diasporës që Shqipëria është keq, ato thonë, mos na e thoni ne se ne e dim, ne jemi larguar. Na tregoni se si do ndryshoj. Dhe sinqerisht, kjo është gjëja që presin njerëzit nga ne. Tiranësit thonë me që jetë Tiranëse, ose... Me që zemi në kuadrin e listave Tiranës. Tiranë cit me C. Ypse ta vuna, zdrypse ta vuna. Tani, unë po ju ndërpres pak me që ju përmëndit Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithatë ju thatë, fitohet me program, ekipin që i vë përpara, ekipin e PAM. S'po bëhem malin t'ju ngacmoj, se për shembull Dash Sula kishte dy vlerësime relativiste për zotin Noka dhe zonjën Vokshi, që unë i njoh të dy dhe i kam misime të dy. Tha janë të papëlqyer nga demokratët. Mos të merremi me etiketime. E thash vetë që mos ta lë. Sa po thej që unë në listën e PD-s kam aq shumë alternativa sa s'di këtë votoj. Kështu që ta lëm ke ky sens pozitiv. Edhe te lista e PS-së. Ne po flasim për të PD-s. Jo, të më thënë Ti je opozitar në shpirt, unë nuk e besoj kur që ti të votosh PD-n. Ti ke shumë PS-n, ti ke shumë alternativa në listën e PD-s. Unë kam miq edhe tek lista e PS-së, që nga zonja Klotilda Bushka, Qerka Mike, Etien Xhafaj, e të tjerë, kështu që po jemi tek PD-ja se ju jeni e PD-s. Tani, vim tek programi. Ju më thatë që një nga gjërat është programi dhe unë kam parë që zoti Berisha këto ka filluar të shpalosi pjesë program. Unë duhet të di sa e implikuar jeni ju. Ju besoj që më patë që programin e ekonomisë unë isha një nga personat kryesorë që për reprezentimin. Po. Do me thënë, jeni. Sigurisht. Programi nuk është një copy-paste e programeve të kaluara. Jo. Tani, programi ka pas një proces i cili ka shkuar nga departamentet. Kemi dhënë inputin në grupi parlamentar, kanë dhënë inputin në organizatat të tjera të jashtme. Unë kam 12 vite që jam parlament që flas veç për ekonominë.
Dhe unë nuk besoj që është dikush tjetër në Partinë Demokratike që është identifikuar me ekonominë si që jam identifikuar unë. Pavarësisht antagonizmit politik, ju dhe Rion Braça jeni në pjesën e ekonomisë. Jo, prandaj po të them, kështu që është normale që t'isha atje. Unë fola për sistemin që do të ngrihet, për pjesën e taksave, për mënyrën se si konceptohet buxheti i shtetit dhe ekonominë. Duke pas parasysh edhe disa parime të cilat edhe i kemi kundërshtuar kësaj kohe, po me idenë se si do i bëjmë ndryshe. Okej. Kam dëgjuar një shprehje nga zoti Berisha. Magjistari Lacivita, diku e shqiproi këtë. Pyetja që kam, me që dhe ju e përmendët Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotin Trump, 1-2 herë, dhe çfarë magjie do bëjë Lacivita? Tani, ai sapo vjen nga një fushat e fituar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga një fushat e cila edhe atje ishte ndryshe, edhe këtu është ndryshe, është fushat rikthimi, edhe atje ishte fushat rikthimi. Dhe besoj që një kompani e tillë me një profil të tillë nuk i vendos fytyrën një betejë e cila nuk është pozitive. Ato kanë bërë analizat e veta, kanë bërë sondazhet e tyre dhe shikojnë që potenciali i opozitës në Shqipëri për të fituar është i madh. Dhe mendoj që me këtë hapësirë ato kanë llogaritur që të investohen këtu. A do të ishte një lloj magjie fakti që në një mënyrë së tjetër t'jepe një shenjë që nëngrata e Sali Berishës të paktën nga kjo administrat, se njerëzit me dy pare mend e kuptuan që marrëdhënia me Amerikën është konjunkturale, nuk është dhe kaq parimore. Tani konjunktura është e tillë që është në favorin tuaj. Pra, të hiqej nëngrata e zotit Berisha me një akt jo detyrimisht dhe kaq solemn saç u vu. Shiko, së pari njerë u kuptua që ka mbështetje për Partinë Demokratike dhe është thyer ajo tabuja e ndërkombëtarëve të cilët nuk kanë kontakte në Partinë Demokratike. Është një tabu e ngritur, një propagandë e ngritur e cila tashmë është rrëzuar. Së dyti, për këtë çështje zoti Berisha ka folur vetë, unë kam dëgjuar e kam ndjekur me vëmendje. Në fakt, i cili ka thënë nuk kanë filluar akoma të loboj, po do loboj dhe për këtë. Sepse prioritet janë zgjedhjet. Po kjo magjia nëse do të ndodhte, duhet të ndodhte përpara datës 11. Ju thatë që tabuja ka rënë dhe mbështetja për Partinë Demokratike të ka treguar ekziston. T'ju bëj një pyetje në lidhur me një takim që keni pasur së fundmi dje apo partije kur ishte, më duket dje, dje me Marta Krosin, me komisioneren, po. Në çfarë formati u realizua, sepse pash ishit ju, ishte Gazmend Bardhi dhe ishte dhe Gjek Markaj. Pra nëse do t'jem cinik dhe në këtë rast dhe sot ke qenë boll cinik. Do ta them, ishte format ku nuk ishte asnjë përfaqësues të foltores. S'kishte asnjë lloj lidhje. Tani, sa herë që ka ardhur komisioneri, sepse zonja i vinte për herë të parë në një takim të tillë, ka qenë komisioner më parë, 3 komisionerë të paktën të cilët kam kaluar unë, formatet kanë qenë në nivel parlamentar. Ato takojnë qeverinë, sepse qeveria normalisht është përfaqësuese e momentit, deri më 11 maj, nuk e evitojnë dot, ato do takojnë, dhe takojnë në parlament persona të cilët janë të përfshirë sepse pozicionet negociuese dhe i gjithë diskutimi i procesit të integrimit në parlament tashmë vjen me përfshirjen edhe të opozitës. Dhe takojnë ato persona të cilët janë përfshirë. Zoti Gjek Markaj është zëvendës kryetar kuvendi, zoti Bardhi është kryetar grupi, unë jam kryetare e Komisionit Çështjeve Europiane. Dhe ka qenë një format me takimin e grupit më të madh parlamentar të opozitës. Zonjë, si kryetare e Komisionit Parlamentar të Integrimit, gënjen apo thotë vërtetën Edi Rama që në Shqipëria do të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian në 2030? Edi Rama ka gënjur për 12 vite për këtë çështje. S'ka rëndësi për këtë çështje. Po për këtë çështje, ka gënjur 12 vite për këtë çështje. Ka thënë janë hapur negociatat, ka dhënë çmime, nuk do të bëhet Shqipëria në vitin 2027 anëtare. 2030, 2027 mbyllen negociatat. Nuk bëhet dot as në 2030-ën. Është mendësia që kanë ato. Ajo që ka ndodhur, dhe po të citoj çfarë tha komisionerja, sepse nuk e kam zakon që ti citoj ato që diskutohen për takime. Nuk është e rëndësishme sa kapituj hapen, është e rëndësishme sa kapituj mbyllen. Dhe unë të siguroj që në grup kapitullin e parë, ku janë institucionet demokratike dhe fundamentalet, janë zgjedhjet kriter kryesor. Mua më kanë thënë, se dhe unë e di, me sa e njoh unë, se unë këtu jetoj, me sa e njoh unë, me sa e njoh dhe si funksionon Bashkimi Evropian. Dhe ti këtë proces e njeh, sepse bashkë kemi biseduar për këtë dhe rast dhe herë të tjera. E njoh modestisht, po them modestisht e njoh. Çështja është njeh pak më shumë se modestisht. Çështja është që në këtë rast mund të funksionojë, ma kanë shpjeguar nga një organizëm pranë qeverisë. Po thash emrin e organizmit do të dekonspiroj personin. Juve ju a them më pas, po të dy kemi konsiderat për person se merr vesh.
ai personi më tha, Gjafo tha, do të na marrin sepse u duhet, është ajo që thotë Rama në këtë rast, që gjithë të tjerët janë shumë keq dhe ti mendon që do marrin Shqipërinë. Jo, që është një dritare dhe është rasti i Greqisë në 81, kur komisioni tha jo dhe Mitterrandi me Valéry Giscard d'Estaing vendosën po. Më fal, ishte Valéry Giscard d'Estaing me Schmidtin thanë do t'i marrim sepse duhet për konjunkturë. Është e njëjta konjunkturë. Viktor Orbán i kishte thënë sot mos gaboj që nesër Serbia me Shqipërinë, kryeministri i Hungarisë. Kështu që mund të ndodhë pyetje si njohëse, pra mund të ndodhë që pavarësisht se neve nuk jemi, nuk po të flas fare politikisht. Po të flas teknikisht dhe po përpiqem që ta heq joridën politike. Atëherë teknikisht nuk bëhet, politikisht do bëhet? Nuk bëhet politikisht. Nuk bëhet as politikisht. Mirë.